Pizza Bini, urdhëni? Ma jap adresën të lutëm? Mirë, natën e mirë. Një në ndë, cila është urgjenca juaj? Si që u shukëm? Ska persona kanë qenë? Ju kujtohet se si janë dukur? Blerta të lutëm shqetësohu. Ina do të rashë të devojë. Po. Qendra e A ma tregoni adresën ju lutem? Një në ndy, cila është urgjenca juaj? Po, zotri, ma e vendodhin e aksidentit? Një në ndy, cila është urgjenca? Derdan. U dëgjun ty të shtëna kur gjo ma shumë. Po pre sistemi me ma parashit adresën. Allo shef, jom të atre zona të bloku 1, Niva 2 Krisma. Lejmër Krismat, jo bloku 1, po bloku 2 shpejt. Një në ndë, cila është... Niva 2 Krisma? Po, zotri. Si quani, ku i keni dëgju të shtënak? Arhani punëtor pizzeria, A3 zona të bloku 1. Ju faleminderit, natën e mirë. Alo, policia? Po, tani? Të kështi dhe me pëndohë dhe shka, Allah, dikush gjujt e marë, po njërë shumë zhurë. Si e keni armë një zotri? Borim Gashi. Zona D, A3, bloku 1. Po. Ju faleminderit, zotri, natën e mirë. Dardan definitivisht që ajo njëta adres me 2 të shtëna. Alfa 4 për bazën. Janë të gju të shtëna në adresën A3, zona D, bloku 1. Pranem baza. Pethiri policin. Po lema çfarë policie po ti him fellit s'lojnë rahat ata. Nuk mujna me bo si kur kur gjo s'ka ndodh, diçka s'ka ndodh. Unë pëthiri policin pilajmëroj që i Niva 2 Krisma edhe që kaq. Po t'ja po menon që me çka është alojna? Ti hin aty, jo emrin mbi emri adresa, dëshmitari, ta bojnë film, ta bojnë. Ani dhe dojnë me verifiku? E isa njeri thira aty e veç me baj i gare. Nëse e ki që po t'mujnë, loj kallë. Mës vol pa lidhje. Ne du t'mi ndihmu ata që ka nevoj për ndim. Po le bra telefon le se s'po njën mo. Le hajde vazhdo lojën çfarë policie. Alo policia. Niva ma herë 2 Krisma. Vesa Regjaj. A3 zona D bloku 1. A unë patrolla? A përshë që diçka ka ndodhë. Që edhe policia pas kanat. Këtë herë s'ka ndalë shu lojë, valla. Po më do këtë sante pas ka me fitu dikush, valla.
Pas na punën pak peckëna, të thiri për forcimet, më mirë. Shpendin telefon? Po? Po? Patrolla ka arrit? E mirë, thirrë edhe këfën që po nis në dhonë. Qo bo bab? Bab, pështove. Më duhet me shku në punë. A i ka bab gjithë shto po ma bën. Mirëmbrëma juve? Mirëmbrëma. Ka ndodhur një vrasje. Po? Viktima është femër e moshës 38 vjeçare. Dëshmitara ka? Është një djalë tu i kujshive, ka gjiru me telefon dëshimtin. E mirë shumë. Siguro ma qatë dëshmi. Një 92, cila është urgjenca juaj? Po zotëri, nuk kene vë punë. Shumë shpejt patrollë të tjeta kënë. Një 92, cila është urgjenca juaj? Jo, dhe urgjencë s'ka. Keni thirrë të qendra thirrjeve, zotëri? Jo, dhe zënjushur e kom thirrë policin. Ku farë qendra, s'në Po, na jemi qendra e policisë që pranojmë thirrjet e qytetarëve, urgjencat e qytetarëve, kështu që nëse keni ndonjë problem, falni lirisht. Ose po ju lirojmë vendin dikujt tjetër që për një me ka nevojë për ndihmë. Jo problem, kom edhe une, po ti dyqysh më pritë me urgjencë. Mirë, atëherë cili... I përgatitur të bënë në gjumë, unë i shpejt e kry orarin, vije dhe flasim, na kësë flasim sot, po shkojmë njësët drejt shkollë, edhe kjo punë përfundan. Atër më dëgjot, lutëm. Nevojit është qetë. Po? Po, çfarë veture kam pas? Po. Shpan. Si pas ullumtimeve që ja kemi bo telefonit viktimës, rezulton që ky numër e ka thirrë më shumë se 10 herë viktimën. Ma shumë se 10 herë, the? Po, dhe është numri pronarit të kompanisë ku punon të ndjera. Pra, edhe pronarin e kemi futur në dosjen e dëshmive. E shumë mirë ja pas një vonë. Edhe diçka, a mujtë me pa gjerimin e dëshmitarit? Po e bash, na ka ndihmu shumë. Jemi edhe bilen në kërkim të veturës, më falë. Shpendin telefon? Shef, e kemi gjithë veturën në zonën 6, për presim ju. Faleminderit. I kemi gjithë veturën. E po shumë mirë. Shifemi. Vetëm bisedo me mua. Policia është rrugës. Ka ndonjëri afër aty. Nëse ka një njeri ndalë edhe tregoj që ke nevojë për ndihmën e tij, policia është rrugës, mos u brengos. Mirë, hall. Sa vjeç jeni? Hall, a mundeni mu ul? Me kën jetoni ju hall? Aha, me qene. Atëherë, vetëm një numër telefoni nëse keni dikujt afër. Një shumë. Rri aty pra. Qëndro aty. Po.
pe dëgjoj policia. I dëgjoj sirena, po. Shpendin telefon? Jam pranvera prej qendrës thirrjeve. Po pranvera, çka ka tre? Po thrazive me vrasjen e sotme. Dhe vetura që është gjetur është raportuar e vjedhur. Mirë, ma dërgo adresën e pronarit veturës. Albana, pa të urgjens tjetër? Jo, s'pat, po gjama. Nejse në qike vogë të tjeri. Ki shumë maca dhe kur thirja është të më fillim unë të me ndu që diçka tragjike, nëse ajo të kaj. Po nejse, jo, vish maca, me dhe disa këshilla praktike, ja dhe që shumë dhe të me gjithë. Policia,ure po dënëm që me djalin Siri. Përdan që ndodhi? Telefonata unë ndërprej. Ishte një informate dyshim, po për sistemi me ma të tregu adresën. Mirëmbrëma. Më falë që për ju shqetësoj ka zhvon, jem prej policisë Kosovës. Erdha lidhe me veturën tuaj, cilën ju e kene paraqitur të vjedhur. Kam disa pyetje rreth saj. Kur e keni vritur për herë të fundit se vetura po ju mungon? Rreth orës 7:15 të mramjes atëherë kur e kam raportu. A ka përdor ndonjë afër me familjes tuaj veturën kohë të fundit? Për posme edhe grus, jo, kërkosh tjetër. Po. A mundesh më thonë ai karakteristikë të veturës? Çfarë gjendje teknike ishte? Gjendje të mirë ka qenë vetëm një sen që s'ka pas naftë pra më ka lanë. Po. E kom lanë për me mush. Ku ka qenë vetura parkume? Qëtu, para derës. Më falë, që u shqetësova. Natën e Më falë, veturën ta kemi gjetë. Po, kur më i marrë me marrë? Të lajmërojmë na. Natën e mirë. Ju faleminderit zonjë, natën e mirë. 192, cila është urgjenca juaj? Po, Dani? Si quani ju zotri? Okej, a bëni numër telefonit? Okej, kanë me kërku me këtë numër? Në rregull, shpëtim shumë shpejt do ta kryjm telefonatën e ujë. Mirëmbrëma zoti prokuror. Më falë që për ju shqetësoj kaq vonë. Po të rast lidhe me vrasjen e Zana Berishës. Po, kërkojmë leje nga ju që t'i vëzhgojmë disa kamera të sigurisë. Sipas informacioneve që ne i kemi, vetura e cila është përdorur në këtë vrasje nuk ka pasur derivate të mjaftueshme. Andaj patjetër është dashur të rimbushet dikon me derivate. Dhe të gjitha pompat e benzinit në zonën 3, 4 dhe 5 kanë kamera të sigurisë. Andaj e kërkojmë leje nga ajo që t'i vëzhgojmë këto kamera. Faleminderit, patjetër edhe me shkrim do ta keni. Natën e mirë. Po. Pas ndeshjes ka pasur trazira në për qytet, mirë po policia shumë shpejt e ka qetësuar gjendjen. Po unë ju thash që tash çdo gjë është në rregull. A mund të gjoni? Po, unë i thash një që tash mund të flani pa merak. Po. Tifozët kanë qenë të paknaqur dhe kanë bërë... Tifozët kanë qenë të paknaqur se ka humbur ndeshjen skuadra tyre dhe kanë bërë zhurmë për qytet. Zhurmë, thash.
Jo, nuk ka pasur asnjë të vdekur. Vetëm dëmtime të vogla, por policia ka qetësuar situatën dhe çdo gjë është në rregull. Po? Po aq, më vjen keq që jeni shqetësuar, por tani ju them çdo gjë është. Ju falënderoj që ndat shqetësimin me ne. Ishte një plan? Po ishte në moshë dhe ke sfit me kuptu, po mirë, më kuptum. Një shumë, ta gjendrimi e kështu që do që aty dhe Albana mi këtu për një kafe. Ke ku me orë? Ashtu a? Pyetëm se cila është arsyeja? Arsyeja është një pak më vonë. Vazhdo punojmë pastaj. Në rregull. Po, patjetër, po zotri. Ju falenderit shumë. Në telefon? O, që nga në vrapën e mëngjezit, nuk po të pengoj. Ndëgjom, kam lajme shumë të mira për ty, atër do ko ka laboratori. Shumë shpejt ato të gjithë. Albert, ishme. Qa bona? Që? Dëgjo, vrasja mbrëmshme po bëhet shumë interesant. Po? Po. Si pas fakteve të fundit, të gjitha gjurmët lidhen njëra me tjetrën. Shumë. E kemi fije me flokët. Inteligent për jo i zuara. Inteligent me vjellë një vetur pa benzin. Jo, po them inteligent për pompën që i zgjidhi, se video janë shumë të dobta. Mirë për pas pastrimi që i bën programi, ja. Del fotografia, një fotografi, një ftyrë shumë e njohur për policinë, një dosje shumë e pastërt. Po veprat e këtij cilat janë? Po në vitin 2001 plastikitja Tleta ishte i ri, vjedhe kuletash, kurse më vonë plastikitje bankash, grabitje shtëpish, dhunime, por vrasje kur, kjo është vrasja ti e parë. Pse more e bëri tash? Albert, këto 100% e ka pagu dikush. Se si pas informacionet që na i posedojmë, viktima punonte në një kompani. Dhe ditën e nesme të ditës kritike duhet të ishte në një hapje të nderi. Dhe sa rriti të shkoj. E po, kujt nuk i konvenonte pra prezenca e saj shpend? Kjo pyetje me vend. Besoj që shumë shpejt kena me marrë vesh edhe këtë punë. Dëgjo, e kemi edhe një detaj shumë interesant. E kemi gjetur një fije flokët e pasqyrja viktimës, e cila nuk ka qenë as e viktimës, as e të afërmit të saj. Dhe, çuditërisht, profili ADN-s na përputhet me këtë ftyrë. Profili ADN-s me njëjtin person? Lutem përgatitni dokumentacionin, po edhe diçka. Të jetë një ekip nga ana juaj në gjendje gatishmërie. Në një herë ekipin.
gata. Po vazhdojmë. Unë qmoj shumë bashkëpunimin tuaj, por kam edhe disa pyetje. Gjithsesi, lutem. Më tregoni pak më shumë për Zanën. Dhe mendoni se dikush do të donte ta vriste? Jo, nuk e besoj. E jo rastisht e thash. Zana ishte një vajzë e shkallët, inteligjente, e besueshme dhe mbi gjitha ishte shumë e qetë. E qetë? E qetë dhe nuk besoj që dikush donte ta vriste atë vajzë. Nuk ka pasur asnjëherë një armik në vete. Pra mendoni se vrasja e saj ishte rastësishme? Jo, nuk e thash kështu. E thash se Zana ishte një vajzë e qetë dhe e besueshme në kompaninë time. Pasi që Zana ishte shumë e afërt me ju dhe kompaninë tuaj, a mendoni se ka pasur ndonjë kërcënim apo diçka të tillë? Nuk e besoj. Nuk e besoj. Kur unë nuk isha në kompaninë time, Zana gjithmonë ishte aty. Dhe s'kam pas mundësi asnjëherë të shoh një dyshim konflikti mes Zanës dhe stafit. Mirë, këtë person e keni parë ndonjëherë? Jo, kur se kam parë. Kur? Fillimisht kishim gjërimet e djaloshit. Pastaj gjetja e fijës së flokut në vendin e ngjarjes. Po nga sektori hetime, gjithsesi nga forenzika, është arritur që në vendin e ngjarjes të sigurohet qimja e flokut, ku përmes ADN-s rezulton që i përket kryerësit e veprës penale. Pastaj kemi xhirimet e kamerës së sigurisë në pompën e benzinës. Pas arrestimit, në rrobat e tij gjetëm pika gjaku të cilët i takojnë viktimës. Dhe si përfundim një rast i zgjidhur me sukses. Ju faleminderit shumë për bashkëpunim dhe falë qytetarëve arritëm ta kapëm këtë vrasës. Mirë po, desha vetëm t'ju informoj se hetimet ende duhet të vazhdojnë. Këtu do të kemi asistencë edhe nga Departamenti kundër krimeve ekonomike dhe antikorrupsion. Besoj që të gjitha informacionet do t'i merrni në kohën e duhur. Duhet të jemi në nënvëzhgimin e këtyre kompanive të cilat janë të dyshuara për këtë vepër.